Bon një spektakël të ri tani, e bën kështu të fuqishme. Çfarë spektakli ishte? Me gjoja vrasin e Charlie Kirk, atit super influencerit. Po. Ishte super pati influencer. shumë mbështetje një botën. Çuni i ri ishte. Po, u bë i famshëm tani nga si nga doli nga Jo, i famshëm ishte ai, po u bë më shumë. Nga 7 milion ndjekës që kishte te llogaria atij personale, i shkon 20-30 milion. Ja fati të shkurtër. Po, u bë Bob Marley, ku dëgjoni i dytë. Mas vdekjes. Si është historia e këtij Charlit? Ç'a qysh tek domun? Kush ishte, çfarë ndodhi, çfarë mendon ti se ka pas kësaj ngjarjes, pas vrasjes tij? Ky ishte një para disa ditësh pati edhe një solidarizim ose mbështetje për ato se çka ndodhi me të që e vran, dolën u mblodhën këtu në Shqipëri para disa ditësh. Po, e vran. E çun bëj ca pushime të gjata diku ai atje se s'ka vdekë ai thonë? Po çka ka vdekë, ka vdekë thot. Nuk ka vdekë. Nuk ka vdekë. S'bëhet fjalë. Nuk është vrarë domethënë. Po pse nuk duket apo? Edhe në atë një skenimin që e bërën, lanë shumë hapësira që disa të kuptojnë se i kanë këtë, ta kam thënë, të lënë deri diku të kuptosh. Tani po ecë me shumë emocion ti, atë normal që do bllokohesh, se punoj logjika, se shohësh asgjë gjë. Nuk e kanë vrarë, nuk u vraj aty, nuk ka vdekë domethënë? Jo, nuk ka vrarë, jeton dhe mbretëron. E ke si kokra mollës. E ke tu bë jetën e vet. Thjesht than prit se tani deri këtu e kishim muhabetin. Po një hyrje kështu prezantim vogël. Okej, kush ishte, çfarë ndodhi, pse e bën dhe ku është, pra ku ndodhet? O Charlie, nëse na ndjek valla. Na u boqive tani më të lumtur që morën vesh ti pas ke vdekur, po çajmë edhe këtu në Shqipëri me OI për ty, jo vetëm në Shqipëri, por në mbar botën për gjithë ata që kanë marrë, janë bombarduar me këtë informacion, me këtë lajm që ty të kanë vrarë, po gjithë ajo gjëja aty. Ti shpëtove si Donald Trump, si shpëtoi Donald Trump. Po, po si shpëtoi dhe. Kush ishte ky? Do kush është, se është akoma domethënë. Po ky ishte një aktivist mbrojtës i flaktit Trumpit gjatë fushatës së tij të dytë, dilte, fliste nëpër universitete të mëdha, mblidhej rini aty, bënte dialogje live. Mbronte ca teza në sipërfaqe ishin për të mbrojtur. Po në sfond ishte për të krijuar atë influencerin e fuqishëm atje që të kishte ndikim, që të fitonte turma, ta ndiqnin pastaj që çfarëdo që të thoshte ai ta merreshin si rregull. Ishte mason. Mason, se në shumë shfaqje që bënte me këta zyrtarët e lartë, kishte qef ta bënte të skenën kështu, edhe e kanë qef ata aty. Edhe siç e bëni dhe do dalim ke, siç e bëni edhe gruaja e tij, bashkëshortja. Jo, kaloj me kështu ajo, kaloj direkt atë, kaloj kështu ajo direkte. Kush e bën? Prit se mos ma fotografoni këto dhe sigur po jo reklamoj, unë jam me këtë. E bën. Edhe me kërë me këtë? Jo, unë jam me këtë. Se jam me të tjetrin. Se s'do ta ndot dorën me atë, se tani sapo e ndot ai çik. Ikere. Do të shkon plurin. Aleksi, Pisk System. Në ndiqni vazhdimisht për gjëra se çka flasim, se normalisht edhe do janë pjesë të asaj, janë unike, janë vetët, reagimet, pse jo, njerëz jemi, dalin natyrshëm komplet gjithë gjërat spontane. Jo, kjo tregon që e ka me shumë zell, me shumë dëshirë, me shumë zemër pastër ato se çka fletu dhe ka këndvështrimin e tij. Nuk po them domosdoshmë të shprehjen që ka thënë ai gazetari atje. Jeni të lirë, mendoni, por ne ju sugjerojmë vetëm na dëgjoni pa na gjykuar, pa futur nuanca të tjera, thoni ore, po filloj me fol për çart. Dëgjoni, hapeni një herë videon prapë që thot Aleksi, atij Charlit, Trumpit, tjetrit. Pra, ideja është asnjëherë mos merrni atë se çka na servirin, na japin ke pjata, merrni këtë se është mall i pastër. Po ku ka mall pastër? Është i përzir malli për herë. Vetëm ne kemi të pastër. Merrni atë sitën që përdorshin. Tonë edhe herë kështu ta vadap. Po, atë sitën kisha fjalë, që përdor të gjyshja ajo ndiku, që pastronte miellin. Se jam i 82-shit, unë i di edhe këto gjëra, pavarësisht se dukem si i ri. E kam bë vetë atë sitën, më thoshte nona mu, tonë mirë se derdha jashtë. Jepi çik se kam një të grosha, tha po do më bëj çik buk vetë, edhe pa ja bësha në atë asaj sitës ashtu. Sita është kjo këtu që na ka dhënë modhi, na ka dhënë dhuratë më të madhe. Lirinë dhe logjikën, edhe shpirtin sigurisht. Këta janë gjymtyrë të shpirtit. Ka që duan me ne i heq këta duke na kthyer në numër. Brenda xhenës 2030. Tani ky ishte
jo thjesht influencer, po super influencer. Hynët tek ata domethënë që kishin ndikim papam. Ashtu, ëh. Kisha të rrjedhshmërinë ai se këta sistemi ka qef këta goj birbilat që i rrjedh gjuhat direktës ngecin edhe i jep këto provat kur dilte me ato debatet e live që bënte me ata të rinj. I bllokonte të gjitha ajo. Kuptoni, kishte atë më gjuhës përgjigjen. Ishte i përgatitur domethënë, ishte i aftë. Super i përgatitur, nuk merr sistemi njerëz që i ngec. Goja, duhet të jenë të rrjedhshëm. Pse erdhi kjo vrasje e tij në këtë moment, Alex? Pse erdhi vrasja e tij? Pse duhej vrasja e tij në këtë moment? Po tani erdhi ajo, po ato ecin i llogarisin gjithçka. Me kohë, me data. Mi po duke qenë kaq Si i aftë. data, do të vënë edhe data. Duke qenë po, okay, dalim këtu. Duke qenë kaq i aftë, kaq i përgatitur, ja mbyllte gojën të gjithëve, kishte argumente të gjitha, domethënë shumë afër tyre. Pse erdhi ky momenti që ta azgjesonin, ta vrisin ose ta nxjerrin nga loja? Po sepse duhet të bëjnë ca ndryshime drastike atje në Amerikë. Çfarë ndryshimesh? Qëllimi kryesor është, siç e kemi thënë edhe herë tjera, të përçahet populli atje, të krijohen dy pole edhe fillojnë të bijnë njëri tjetrit për ideologjitë e ndryshme. Se shumë u gëzuan që u vra ky, i lum edhe këtu në Shqipëri beles, i lum dorë atij që i shtiu, thoshin. Ka pasur në E Shqipëri. u zbashkoj me këta, i lum dora. Ai s'u vra. Nëse nëse do ishte vërtet. Shti, bravo që e ashtu. Zoti kemi këto ndjesiet vrasëse. Ti pajtohesh me idetë e tij? Me ato gjëra që mbronte, me ato gjëra? Me ato gjëra që në sipërfaqe dukeshin si të mira deri diku po. Po duke ditur që realisht ato ishin thjesht kamuflazhe, nuk e kishte aty qëllimet e vet ai, aty pastaj e largova. se duhet më marr gjithë pakun alla, jo thjesht një pjesë aty dhe tash gjithë paketimin. Është qartë. Edhe Pse e bën tani pse duan të bëjnë të përçarjen pra? Bën dy klane, bën dy grupe përplasje njerëzish, civilësh. po duan që t'i bin tani njerëzit njëri tjetrit. E kanë qef të gjë. Ta bëjnë. E kush doli tani që ai që vrau këtë, domethënë Charlie? E gjetën Po autorin? tani dolën dy dhe thanë aty që ne e bëm. Një i moshuar dhe një i ri. Ky i riu e tha që shiko se ky Charlie me këto që thoshte ofendon neve se e ka të dashur, e ka transseksual ai. Charlie? Ky i riu. A ky? Ky i riu që tha e bona unë. Ah, si ky ishte kundër Charlie, pra me ato siç ka Po, thonë ishte kundër Si ishte pro familjes, po, pro këtu do jemi familjes. dakord me Charlie, Po. pro familjes. Edhe thoshe prit Allah se neve ky tani po na nxjerr jashtë lojes si lëvizje i LGBTQ. Edhe unë meqense kam bashkëshortin tim trans, do i bi për të marr hak. Sa vjeç ishte ky? Ky tjetri? Ky ishte ca i ri, kështu. Po i moshuari? Ai moshuari ishte mbi 50, po që kishte dalë në disa skena, siç kishte dalë edhe në 2001 me kullat. Si ka dalë? U prononcu dhe ky që e pash çao boj, isha dëshmitar okular, gjoja sikur po jepte informacione ky aty, nga që ishte live. Domethënë, edhe në një maraton disa vite më mbrapa që ndodhi prapë në Amerikë për një bombë që kishin vënë aty që u vran disa njerëz, prapë ky kishte dalë, shfaqja e dytë. Edhe kjo, shfaqja e tretë ishte kjo. Domethënë, e përdorshin këtë botin, të dalin nëpër skena të ndryshme këte. Domethënë, e kanë qenë edhe të pjesën. Po që këto të dy janë hi syve të dyja, të dy rastet e këtyreve. Po ky tani ky moshuari, ky thoshte që e kam bëu unë, thoshte? Po edhe ky shu tha. E kam bëu unë thoshte. Po Që e ka vrarë ky domethënë. Po, ishte ai që po lëvizte atje përballë ajo çatia atje që po e shënjesonte me sniper. Erdhi fisheku këtu atit, edhe këtu s'pati as i vrim, po gjaku doli knej. Kupton ti ç'a bëhet atje? Ta jo skena që gjoja u vra. A ka diskutime nëpër botë, nëpër media të tjera që këtë linjën që po thua ti, që edhe se kanë vrarë? Jo, mediat nuk e thon këtë gjë. Kto e thon vetëm ata që mendojnë që se hajnë Karemin. E pra, thuhet është publike, ka diku Po më ke plot. në një vend që thonë që nuk është vrarë Charlie, që nuk e ka Po, vrarë. edhe sot lexova biles, ka ishte kështu, ishte publikuar nga një grek kjo, që merreshe me ligje ky dhe tha që ajo që një skenim i gjallë, edhe fillon duke dhënë ca prova atje. Po para se ta lexoja te sot kisha pa plot prova të tjera që mbështesin këtë që po them sot këtu. Që s'kishte lidhje fare me vrasje. Për shembull, ato pikat që tregojnë që nuk kishte lidhje me vrasjen. I erdhi fisheku këndej nga e djatha, nga pjesa e djathtë e qafës këtu. Këtu nuk pati as i vrim.
pati një shpërthim kënej. Ku e ke parë që s'ka? Ka video, ka dokumente, ka foto? Po, janë marrë Që gjitha. nuk ka vrim nga krau këti? Po. Janë ata do me thënë që në Amerikë që merren, se s'janë gjithë budallëja atje. Ekspertiza. Po, merren i fusin nëpër kompjuter, nëpër filtra, bëjnë zoom me gjona aty, edhe i zbërthejnë këto. Janë disa që mendojnë në bërë. Po. S'janë gjithë peshq. Siç u mblodhen te stadiumi atje 3 milion veta sa u mblodhen. U mblodhen 3 milion veta. Me një stadium të madh atje bejsbolli dhe u mbajt një kështu një memorial për Charlie. Siç u mblodhen edhe këtu. Po ishte një pjesë e vogël këtu, që e mbështesin atë pjesë. Atje, aty u takua ky pastaj Trumpi edhe erdhi dhe gruaja e këtij, bashortja e këtij Charlie. Elon Musku atje. O erdhi Elon Musku dy? E u pajtun më së fundi. U pajtun në dy dhe ndonjë një tjetër? I bashkoi super influenceri. Edhe fort ai se sa ul ai boti, ai nona i teknologjisë i jas dhe i çipeve që do na fut neve, sa ul aty, dha dorën aty, dha durt, edhe fort ai se s'po e bonte trekoncin saktë burr. Si po i shkonti gishtat kështu. Edhe pastaj në fund fare mos ka dorë më të vogël e kështu. Prit se e bona gabim tha, edhe në fund fare që ta ishte fiksimin, se pashja 20 herë pasha të pjesë, e papi bashkoi të gjitha majat kështu, ja kput edhe një kështu dhe pastaj u qetësua ai. Tani se mos na ofendojnë shefat burr. Nuk është ai miliarderi i botës, ka të tjerë që janë më të frikshëm se ai. Ai s'është i frikshëm fare në fakt. Edhe Trumpi e tregun të dy që janë shërbëtorët e sistemit e Matrixit edhe i Deep State-it e gjitha këtyreve. Pap dhe ai atë dorën. Pastaj doli kjo shoqja vet. Atje. Po jo, bën edhe lëvizje aty që ai vuni. Ajo kaloi direkt në ekstrem ajo. Ajo tregoi brirë direkte. Ai përqafimi me ai përqafimi ku dëgjon se kur e kishte burrën e vet ishte më shumë i përqafimi aty. Edhe ja kputet të dorën. Jo, ai po mbante të qeshmen. Kjo bënte sikur qante kjo tjetra. Por qeshte. Po për brenda thoshte, më dele që keni mbledh ju gjithë për këtë e hongret. Sa i përgënjeshtron ajo. E hongret. Mimika ose gestikulacionet e fytyra. Ajo gruaja e kërkut. I bie maska kështu. Ata harun ti bëshin ca mësime hipokrizie edhe aktrimi e gjonash. Ajo vërtet ka qenë para disa vitesh Miss Arizona. Ishte Miss me vërtet, kishte fituar kështu, kishte fituar çfarë. Imagjino një protestues, një influencer që ngre zërin për shqetësime nga më ndryshme të popullit, ka për bashkëshorte një Miss. Po, ishte Miss ajo. E kupton, kishte dy kalamaj. Hajde lidhje ti, kupton. Ai gjithë ditën me hallet e njerëzve, ta marrim kështu sikur është rast. Po. I vërtet, rast origjinal, domethënë siç ka ai ndjesinë e tij në kauzën që ngre dhe shqetësimet që prezanton dhe publikon. Edhe ka pasur kohë për të njohur një Miss. Një Miss aty ishte patinuar goca huaj. Që nuk lidhen dot me njëra tjetrën, dy realitete të ndryshme. Ky gjithë ditën me hallet e robëve. Po pra, stonim i gjallë bër. Edhe këtu ky ka marrë super pjeshkën e Arizonës. Po, Missin. Kupton ti ç'a bëhet, kontrastin. Ishte patinuar e bija botës aty, ishte vesh, ishte ngjeshë. Ç'a thoshte ajo pastaj, mos e vrisni me, mos e mërzisni, thotë që vdiq burri im, ç'a thoshte ajo? Tani tha sa po është ndezur një zjarr i madh, tha kapi tani. Fjalët i kishte memorizuar ajo. Tani sa po është ndezur një zjarr i madh, flakat e secilit do ta shikojmë tani në vazhdim, thoshte ajo. Flaka, po përgatisin ta djegin fare se do fillojnë dy palët e kundërshtarit, i bi njëri tjetrit, kanë bërë ta djeg, e ka për të bë Amerika në palë. Edhe në fund fare ishte ky, prit se du me e thonë me emër këtë tipin. Ishte ky Kash Patel i FBI-s. E mbylli ky kur doli dhe ky në skenë atje, mbajti dhe ai boni dhe ai spektaklin e vet, ky FBI-s Kash Pateli, edhe tha "See you in Valhalla". Valhalla është parajsa e vikingsave. Kështu e quajnë ata. I tho Charlie. Skandinavët e kështu e quajnë parajsën Valhalla. I tha ky Charlie, dole ty. Jo, i tha ju drejtua atyre, gjithë njerëzve ishin mbledhur atje, edhe atyre që po ndiqnin në televizori. Si unë në Valhalla, tha, shifemi atje, tha. Shifemi në parajs. Domethënë, bëni gati se. Bëni gati do plasi kasapana, do fillojnë të vritemi në njëri tjetrin dhe shifemi atje lart tani neve. Me këtë që unë des tani. Pra këto topi jap gjitha kaq pasë, kaq mënyrë drejt për drejt, kjo tregon që jemi shumë afër. Po, edhe ndërkohë këta ishin si krishterë, edhe Charlie, edhe kjo
kjo nusja vet. Sepse shive na doli dhe si viktimizume atje në një moment tha, shiko ne jemi të krishterë tha dhe unë e fal autorin e vrasjes sepse kështu tha Zoti që fali o ata sepse nuk di se çfarë bëjnë. Edhe aty gjithë shive na që ka dhe zemër gjerë, na që ka dhe kristiane madhe. Edhe mbasi tha këta, ja kputi dhe dorës kështu. Hajde merr vesh. Ja kputi dhe dorën ashtu dhe thonë, "Ore, po këqu Zoti tani." Atë që sapo ju referove Vargut, apo këtë fjalën për atë tjetrin që punoni ju për gjithë edhe për këtë edhe këto me radhë. Se nga ana tjetër po ndërtohet, po për sa rova, mi që ma kujtove më burr. Se nga ana tjetër se ky është mbështetës i Izraelit. Lëre ça nxorën pastaj atje që është kundërshtar e këto me radhë. Se kam dhe foton këtu që mban flamurin e Izraelit kështu e këtë të hapur dhe tërë krenaria aty e tregonte kështu. Se po ndërtohet të tempulli i Solomonit atje, kanë hapur tunele poshtë Netanyahu atje bashkë me Trumpi që e mbështet për ndërtu tempullin e tretë Solomonit. Ku çfarë vendi? Atje në Palestinë. Palestinë. Pra ne duan me bë rafsh ta bëjnë flatat e vendit aty. Netanyahu këto ditë e fundit i ka ikë çik petlla. Ai ka filluar me reaguar çik keq. Si ka ardhur mirë, është zemruar si disa shtete ka njohur Palestinën. Po tani jo, po ne do kundërpërgjigjemi, kjo është e papranueshme, çfarë po na bëni ju ne, kështu, ashtu. Po e botë do keni të merrni me ne. Po mirë. Mos ndoshta ato po i hedhin zjarr, benzinë zjarri domethënë këto të shtetet e tjera për të njohur Palestinën që të nxisin Netanyahu që kundërpërgjigjet akoma më shumë. Po, fiks, për ndërtu se bepe arsye që të kalojnë aty ku duan më, për ta zgjeruar çika të rrezën e konflikteve. Se këto do të cilin luftë tani. Edhe duan të ndërtojnë këtë tempull në Solomonit që të kurorëzojnë antikrishtin e tyre, se kanë njërin që po qarkullon atje në Izrael tani që po flasim neve, që rrethohet nga mijëra njerëz kur del në publik ai. Ka mijëra njerëz. Po, edhe ka bollet sa më shumë se Charlie. Po Charlie ishte thjesht edhe por ishte një fishek zjarre, por që i marrë roli tani ziu një çik se vran një njerëz të drejtë që mbronte lirinë e fjalës. Po mirë, ai aty u vran publik, valla, kishte njerëz, gjëra të gjitha këto. Ti thua që jeton akoma. Si e besojnë ata njerëzit aty? Tani pjesa tjetër që jepte shenja të dyshimta. Po. Ran tok ai. I plasi ketçapi këtu aty, se kishte një tub ai më këtu te poshtë kanatierës, poshtë t-shirtit. Po ta zoomoje, kishte atë shenjën e tubit më këtu. Jo. Edhe kur ja bëri kështu ai, ja pudi një këtu ai, kështu, edhe plasi ketçapi knej. U sulën gjithë ata për ta marrë, për ta çu gjoja në ambulancë, që ambulancë nuk ishte, por ishte një makinë e çuditshme që e priti. E çun në ajër këtë po ta fut aty mrena. Ore si nuk ka një pik gjaku gjatë gjithë asaj të rrugës që po e çonin mrena ajo makina. Një pik gjaku nuk ka. Knej plasi domatja tër lëng atje, kurse një pik gjaku nuk la gjatë asaj rrugës atje. Kamerat u fikën gjithë në çdo rrugë ku ajo makina po ecte. Në asnjë spital nuk ka të dhëna që shkoj një pacient që po i rrezikon jeta, që të dim ku spitali mori atë kurimin urgjent gjoja. Masi vend u fshin gjitha. Aty sikur kishte rënë ajo, çka quhet, se është një mjet, një bombë e vogël, kështu që çaktivizon këto gjërat elektronike, valët që i godet. Aty sikur u fshin gjitha. Dhe janë shumë pjesë. Aty ku ishte ulur ky kishte vendosur disa kapele këtu anash. 3 kapele, një këtu, 3. Kapelja sipër kishte numrin 47. 47 është bën numri 11. 11 shtatori, 2001-shin, atëre ishte do godasim terrorizmin, Iran, Afganistanit ata atje. Pastaj në 2003-shit Iran, Irakut. Shkaktojnë sebepe këto, edhe shkoni i bin atyreve. Po ishte Saddam i keq atëre. Tani pastaj doli virusi i keq, kupton, të marri masa e mbyllën botën. Tani doli kjo pjesa tjetër tani që u godit heroi i fjalës së lirë, kështu që neve tani duhet bëjmë revolucione, të përmbysim këto sistemin e keq. Po njerëzit janë të ndarë sepse janë disa që e duan sistemin e keq. Edhe këta që e duan fjalën e lirë do i binë atyreve sepse i shohin si të këqij që nuk duhet të ekzistojnë. Sepse Përçari. Ta më për përçarja, si edhe në luftën civile. Po kapele dytë?
Jo, të treja këtë numër kishin. Të treja 47 kishin. Po në 47-ën, që bën numri 11, që po ti mbledhësh të treja këto, nxjerr numri 33. 33-shi është grada më e madhe e masonerisë. Kupton? Se kështu dilte ai, se edhe Charlie e bënte këtë dorën, edhe këtë dorën e bënte. Ai heroi, se janë Hollywoodi atje buris. Ka që ekuacion, ka që me formule, me këtë lidhje kështu 4, 27, 4, 7, 11, 3 kapele nga 11, 33, me këto shumë... Po kështu pra luajnë, e kemi theksuar disa herë në këtë emision. Luajnë me detaje, me simbole, me shenja, me gjona. Pse zgjullën për një person për të bërë diellën, pikërisht atë Anila Bishën. Sepse kishte mbiemrin Bisha. Vetëm për këtë, për asnjë arsye tjetër. Edhe tani u bë pishmane, desha me kërku më shumë lek. Tjetër muhabet. Kupton, kështu luajnë këta. Shtatori, kupton, ajo 9-11. Apo jo, e kanë mrapt, ato e thonë 9-11, ne kemi 11-9. 11 shtatori. A kjo ndodhi me 10 shtator për 11 shtatorin, që doli pastaj Trumpi. Doli IA-ja e Trumpit atje. Me 11 shtator doli bajti konferencë Gjoja shtypi Trumpi atje dhe ishte IA komplet. Po ta shikoje, nuk lëviste asnjë gjë, vetëm goja lëviste dhe koka që shkonte kështu. Vetëm kështu. Jo duart, pas gishti më i vogël nuk lëviste. E kuptuan njerëzit direkt atë amerikanët, si ka dhe njerëz të vëmendshëm atje. E kuptuan, edhe hoqi pasaj, filloi duke dalë live ai pastaj më mbrapa. Pikërisht atë datë. Se që atëherë është faqur Trumpi, nëse Trumpi ka qenë gjithmonë po edhe madje në rrjetet sociale pati një imagjino sa para janë ato me gjithë agjendën, me gjërat i kanë planifikuar prej shekush para, prej vitesh para. Po normal. Ky do jetë tu, mas sa vitesh do jetë prap. Po normal, burr janë të përpikët me këto detajet. Lëvizin me simbole më burr. Siç kishte thonë njëri atje, bota nuk komandohet nga ligjet edhe këto, komandohet nga shenjat dhe simbolet. Sepse ndikojnë në subkonsciencën e njerëzve. Edhe ty të japin direktiva pastaj, se si të ecësh, se si të veprosh. Të kurdisin pa e kuptuar. Të programojnë pa e vënë re fare. Luajnë me subkonsciencën. Që rolin kryesor në këtë mes, në botën moderne që jetojmë neve sot, e luan televizori dhe kjo gjëja këtu luajnë me subkonsciencën e njerëzve, të programojnë dhe ti se kupton. Pra ne duhet jemi vigjilent, edhe mos përtypim gjërat siç na i servirin. Kupton, gjërat frikshme fare po, një skenim, edhe po e shikon tani që do ketë vazhdim ajo. Do eci. Do agravohet situata. Do ketë diçka më të rëndë se sa kjo tani, Alex? Po, aty thjesht do të thotë kjo siç ka ndodhur me Charlie për ta mbyllë temën e Charlie. Apo kemi diçka tjetër për të thënë apo jo? Ku që s'po vjen ai gjë, varet nga biseda. Me këtë që ndodhi me Charlie, kjo tregon tani që këto duan të kalojnë menjëherë tek hapat e fundit për të shkuar goditjen finale. Pra ishte lëvizje e fortë kjo gjë që bën me Charlie për ta vrarë. Shumë e fortë ishte. Shumë e fortë sepse i ndërtuan një profil që të kalonte në person super influencer, që dhe reagimi i fortë mbas incidentit të tij. Edhe ishte i fortë reagimi, i shkoi pritshmërive të tyre, ajo si lexonti si gjë domethënë. Ai aty ka shkuar afër pritshmërive që i kanë pasur ato. Atë do të tregoj koha. Siç më sa po shohim tani ka ditë sa kanë kaluar. Akoma, po tani kanë filluar, tani fakti që u bë dhe me një stadium të madh që kishte 3 milion njerëz aty, ishte goxha një hap që ju dha një vëmendje akoma më e madhe për të kaluar ai hapi tjetër pastaj, që t'i bi njëri tjetrit. Thjesht kjo ishte një fishek zjarr. Siç ishte fishek zjarr kjo ministria digjitale, ishte fishek zjarr edhe ajo atje. E hullin dhe çojnë pastaj sa do habiten, sa do ngelin me gojë hapur. Që të sillen pastaj reagimet e sipas pritshmërive të tyre. Tani koha do t'rregoj se sa do e hajnë karemin e atit. Se është thjesht një skenim karem. Duke përdorur një person që njihej mbar dhe gjerë në Amerikë, dhe jo vetëm. Mu shpesh më ndishin videot atit në kur fletoj TikTokun aty. Edhe dëgjoja kështu. Kishte ca qendrime të sakta, po pastaj kishte edhe ca gjëra ekstreme. Thoshte atje ajo një nga këto, thoshte Palestina nuk ekziston, thoshte. Kupton, doli hap tazi fare ai që vazhdoni birni atyreve atje. Kupton se nuk ekziston. Duhet ta marrin tokën, ta marrë Izraeli që të bëjë Izraelin e madh. Edhe ndërtojnë. E thoshte ky vet.
Po vetëm me këtë që tha, Palestina nuk ekziston, do të thotë që ato aty janë paligjshëm edhe ka të drejtë Izraeli që t'i zhduki. Po tani ku mund të jetë ai? Ku e kanë çuar atë? Po me në ishull, me në i Karaibe, me në i ku dëgjon të qarkulloj me në i mask lëkures edhe ato janë të shpeshta tashmë, tip Mission Impossible Tom Cruise, lëkurë mishi. Që Izraeli mbahet për këtë, ka kështu fabrik që prodhon maska lëkure, pa fund, shumë, me miliona, miliarda. Edhe kështu qarkullojnë ata atje. Vendosja ai atje sikur është një person tjetër dhe nga brenda është tjetër person. Çfarë pritet ndodhet tani në Amerikë? Ajo ndezja. Ndezja? Kjo që tha kjo gruaja vet. Zjarri, ëh? Po, tani është ndjezur një zjarr dhe priten të duken flakët. Edhe kështu, do shohim në vazhdim çfarë do bëhet. Koha do t'rregojë. Duket sikur po i shohim si shfaqje, por realisht pasojat, dallgët, baticat, zbaticat, goditjet do të jenë të mëdha që do kapin jo vetëm Amerikën, por do përfshijë edhe shumë shtete të tjera, ndoshta edhe Shqipërinë. Amerika është bota, po ndodhi atje nuk diskutohet dhe vendet e tjera. Edhe sidomos neve që i komandojmë. Se mund thotë njerëz ata që na ndoqën deri tani në minutët e fundit. Thonë, çfarë po na intereson ne Charlie? Po se ndodhe ajo mbledhja që bëhet tek sheshi në mbështetje të tij, kauzës tij, duke ngritë zërin, duke folur etj. Kush ka kaluar, thonë, çfarë po na intereson ne kjo gjëja? Ose kush po na nxjoni tani që folen për Charlie rreth disa minuta? Jo, nuk ajo që ndodhi me Charlie nuk është një rast që kufizohet vetëm në vendi që quhet Amerikë. Ajo do ketë ndikim botror. Nuk e kishte ajo kur tha ajo tetoja me të dorën ashtu, nuk e kishte fjalën për flakat që do ndodhin vetëm në flakat në mënyrë simbolike tha ajo, po ajo kishte fjalën për gjakun që do derdhet, atë Valhalën e atij që tha ai aty. Nuk do kufizohet vetëm aty. Do ketë shtrirje pastaj. Do luftojmë censurimin, sepse u godit një figurë që luftonte për fjalën e lirë. Edhe mbi këtë, do kalojnë ato agjendat e tyre. Alex, falenderoj shumë për kohën, për gjithë ato se çka the, gjithë shpjegimet, analizat dhe temat që bashkëbisedojmë këtu për gjithë ata që na ndjekin. Ju sugjeroj, ju ftoj që ta ndiqni gjithë këtë bisedë, të merrni më të mirat, pse jo ta shihni me shumë qetësi dhe pa atë dozën e paragjykimit. Të ishin shumë të vlerësuar nëse do na sugjeronit ose komentonit gjëra që mund të jenë plotësuese nga ato siç ka ne tham ose nuk i prekëm, ose si e keni parë ju në këndvështrimin tuaj gjithë këto pikat që diskutuam këtu me Aleksin. Si dhe bëni edhe pyetje pse jo për tema tjera që unë e kam bërë vazhdimisht si thirrje, pse që të jemi sa më afër jush në ato siç ka doni të diskutojmë, ose ju shqetëson në përditshmërinë tuaj teksa merrni këtë ushqim të bollshëm dhe që po vuajmë nga obeziteti i informacionit të padobishëm që po na ngarkon tej mase dhe s'po dim se si ta shkarkojmë, domethënë gjithë atë virus kaq të madh që na është kthyer në metastazë në mendjen tonë, që nuk po na lën hapësira në qelizat e mendjes për të menduar diçka thjesht si njerëz të lirë, por gjithmonë ndikohemi në ato siçka kemi si impulse që na vinë, siç e tha dhe Aleksi, që janë ato shtizat, ato gjembat që janë bërë të nga influencerët e Shqipërisë, kemi dhe neve influencera që dalin nëpër kanale të mëdha. E vërtet është, e vërtet. Ju përshëndes, uroj që të jeni mirë. Takohemi javën tjetër.